Bojeve do të sjellë sot një maskë natyrale që do të shërbejë si një botoks natyral për fytyrën, një lifting natyral. Ndërkohë kur të gjitha apo jo Sela, orientohemi drejt ndërhyrjeve të ndryshme estetike, por unë jam e sigurt. Ne kemi kanalizuar këtë format. Jo vetëm neve, po mendoj që njerëzit janë ndërgjegjësuar pak edhe duan të ajo gjëja natyrale. Ne sadopak mundohemi me këto produktet që kemi në shtëpi si gjithmonë, të bëjmë disa maska që kanë efekt shumë të mirë edhe ushqen dhe lëkurën mbi të gjitha. Sepse motoja e Bojeve është vendosi fytyrës atë që konsumojmë. Mund të konsumosh. Pse liri dhe miell orizi. Atëherë ne kemi zier farat e Ta hapim pak apo ndikon? Jo hape, ajo ka avull akoma. Lëshojnë kur zihen këto farat atë gjeli. Ajo krijoi tamam si ai gjeli veçtullor edhe është shumë efikas sepse ngjitet me lëkurën edhe vërtet e eksfolion edhe zbut jep atë shkëlqimin dhe atë efekti lifting që themi. Kështu që është pak e veçantë, nuk e di nëse zonjat e kanë provuar këtë. Unë e sugjeroj që të bëhet e gjithë fytyra, edhe sytë jenë të mbyllur, edhe pjesa e gojës, dhe kjo ja po e tregojmë që mos të flasim kështu në ajër, si procedojmë. Kemi zier farat e lirit në ujë, pra në raportin e barabartë, që të krijohet tamam ajo masa gelatinoze. Tani kjo është që ke vështirë për ta hedhur, për efektin që jo, ka këtë si gel. I të gjithën si që edhe do ta përdorim besoj të gjithë masë. Nuk duhet që ta konsumoj të gjithë, se kam dhe një maskë të vogël prapë me këtë. Përsëri me fara, super. Okej, kështu si që kemi, duhet i kemi dhe farat edhe lëngun. Do hedhim miell orizi, një lugë, dhe do ta shikoni çfarë efekti do krijoj. Do bëhet si një brum. Paka shumë. Paka shumë si brum, ose si ato maskat e fytyrës, se të gjitha ne kemi provuar, të trasha. Maskat freskuse me elemente, me aloe vera, me vitamina të ndryshme. Të hapim pak hapësirën. I trazojmë bashk, të dyja veprojnë unison, dihet që mielli i orizit është një nga përbërësit kryesor të maskave dhe të për zbardhjen e lëkurës koreane. Po, për të patur atë efektin koreane kemi vendosur ne tani si emër. Ky mielli i orizit është çuditëbërës. Edhe vërtet ka një efekt shumë të bukur. Kështu siç e kemi tani. Mos të trëmbemi se këto farat e linit japin pak efekt në fytyrë që mbushet. Do të mpikset. E mira do ishte, po, të na ndihmoj dikush për ta aplikuar në fytyrë. Marim çunat që kemi përballë. Gjithmonë të dora ta bëjmë provën tani, se dhe shikoj ne të dyja nuk kemi për këtë punë, se e para kemi vendosur grim në fytyrë dhe fytyra do të jetë e pastër kur vendos. Por që unë e kam folur një herë dhe e kam thënë që një ditë do ta vendos një maskë direkt kur do vi ajo jemi në emision. Kur të duash, unë nuk kam probleme, nuk kam frikë nga mos rregullësia ose ajo perfeksioni që mendojmë. Kështu që së shpejti do ta bëjmë një maskë të tillë dhe do ta aplikojmë në fytyrë. Sigurisht do ta lëm sa minuta dhe më pas ta shtyjmë. Të duhet ta lëm e mira është te 15 minuta, por që do ta shikojmë dhe vetë si do thahet, si do krijohet ajo si maskë që ne kemi shumë kollaj për ta hequr, për ta larguar. Si metaforikisht të heqim një maskë të fytyrës e të vendosim maskën tjetër. Nuk e di nëse kemi kohë se mund ta provonim te dora. Jo, nuk është e nxehtë, por që duhet të presim të thahet. Po, dihet që mielli i orizit për shkak të përbërës antioksidant, minerale dhe një animicitet natyrale që ka atë efektin e zbardhjes së njollave, shkëlqimi, të unifikimit të ngjyrës të fytyrës, efektin lifting, farat e lirit që kanë efekt lifting, tërheqjen e lëkurës, mos të pretendojmë që do i kemi këto efektet e themi gjithmonë këtë gjë që me një maskë ne do bëjmë çuditëra. Ja hodhëm rrudhave. Jo, absolutisht. Thjesht ne siç ushqehemi vetë, ditë për ditë që ham shëndetshëm, që jemi mirë jashtë, të njëjtën gjë do bëjmë edhe me lëkurën. Po.
Kështu tani këtë unë po e lë për momentin që shpresojmë të thahet në këtë minutazh që kemi. Është një maskë e ushqen shumë mirë, e rrit elasticitetin, kanë omega-3 farat e lirit dhe prandaj përdorim dhe i konsumojmë ato qoftë edhe në funksion të organizmit për gjendje të caktuara, shëndetësore, mos për tretjen edhe me radhë. Përveç se ushqyerit është e mirë edhe për flokët. Po, edhe maskë flokësh mund të bëjmë me fara liri. Kështu siç e kemi, nëse ne kemi më shumë se kemi zier më shumë fara lini, mund ta përdorim shumë mirë edhe për flokët. Ta lëm 1-2 orë është mirë edhe do i kemi ato flokët. Një tjetër rezultat fantastik, se kemi dhe lëkurën e bananes për fytyrën, të flasim dhe pak për lëkurën e bananes. Atëre, bananen e konsumojmë ditë për ditë, edhe nuk ka nevojë të flasim për vlerat ushqyese që ka banania, se besoj të gjithë jemi koshentë dhe e dim. Tani siç e kemi lëkurën e bananes, e dim që ka shumë vitamina. Filloj me vitaminën E, me kalium, enzima, nuk e di çfarë të them. Sheqerna natyrale, yndyrna të mira, sheqerna natyrale. Gjithandej. Kështu që siç e kemi, se unë mezi e përdor edhe këtë tani, bananen, siç e kemi, thjesht e përdorim te syt. Po. Edhe kjo krijon një, përveç se të freskon tani që po e ndjej, edhe një tërheqje të lëkurës, edhe duhet ta lëm te rreth 15 minuta. Ajo do ta tërheq lëkurën, do t'jap atë shkëlqimin e dur, do ta ushqej me këto vitamina dhe ne do kemi atë fytyrën e bukur. Po, plus që ndihmon edhe për njollat kafe, meqense shumica e vuajnë këtë problematikë të fytyrës. Drejt është kjo. Unë zakonisht bananen edhe është përdorur shumë, sidomos për shkëlqimin e fytyrës edhe këtë tërheqje natyrale. Ne jemi duke parë televizor. Nuk bëjmë asnjë gjë, kjo nuk na bën dhe pis, siç e kemi lëkurën e bananes, thjesht duke parë televizor dhe masazhojmë fytyrës, po. E masazhojmë sidomos te zona e syve, te zona këtu, te qafat, te mos harrojmë dhe krarorin. Fjet e holla të rrudhave. Për të ushqyer sa më tepër lëkurën. Kështu që edhe ato vlerat ushqyese të bananes i morëm duke konsumuar, edhe lëkurën e dhe kështu ja përfundojmë këtë hapësirë të bëjeve, 2 maska të shpejta, mos i hidhni lëkurat e bananes, përdorni faraliri dhe miellorizi në mënyrë të vazhdueshme sistematike për të marrë rezultatin. Dhe diçka tjetër që më kujtua, nga xheli i farave të lirit mund të përdoret shumë mirë për vajzat e vogla që janë të fiksuara pas slimbekut, nuk e di vajza jote apo jo, dhe përdorin xhelra që kanë edhe përbërës dëmshëm, ndoshta për fije. Tani të them të drejtën, unë e përdor për veten time, nuk përdor këto baby flok që i quajnë të mijat, përdor në vend të xhelit kam përdorur këtë vaj lëngun e farave. Gjelin e farave dhe është shumë i mirë që nëson gjelin e çunave dhe të vajzave që duan t'i treqin dhe duket bukur me shkëlqim floku. Edhe ka një efekt të shkëlqyer. E dukemi bukur dhe ushqejmë rrënjën e flokut, plus që mund të përdoret si masë në gjithë gjatësinë e flokut. Edhe nga ana ekonomike kursejmë, se dhe kjo është e rëndësishme. Mi të gjitha. Mirë, kemi ardhur në fund. Faleminderit Stella. Faleminderit juve dhe kjo tha pak a shumë. E do të presim pasi ta heqim me atë sipër në trash që krijohet. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Ju urojmë ditë të bukur. Shihemi nesër.